Në hadith të vërtetë Allahu xhaleshanuhu I thot Gjibrilit, thot shko thot hidhi një sy thot xhehenemit që kam kriju. E shef xhehenemin me pak fjalë shkurt, e shef xhehenemin, aty ishin gjithë njerëzit e pasur, njerëzit që kanë qenë rehat në këtë jetë, njerëzit që kanë pasi farë pozicionin base. Dhe kur shef se me çfarë rrethohej xhehenemi, gjithë qefet, gjithë ato argëtimet e kota, gjithë një formë jete, domethënë që mbase disave ju duket si trend I bukur me e bë jetën ashtu. Tha Zoti im, tha, me atë që pashta brenda në xhehenem, tha, të merrin e xhehenemit, mendoj, tha, se nuk do ketë besimtar që do dëgjoj për xhehenemin e mos të largohet prej tij. Kur të dëgjoj se çka ka xhehenemi, e mos të largohet prej tij, të merret që kishte aty dënimin e Allahut. Po kur pash thot o Zot, thot se me çfarë rrethohej xhehenemi, do ta kenë shumë të vështirë, o Zoti im, njerëzit në këtë jetë. Tha, shko hidhi një sy xhenetit. E pa xhenetin atë që mendja nuk I ka mendu, syri se ka pa, veshi se ka dëgju. Dhe gjithë mirësitë, begatit e Allahu xhaleshan që I përgatiti me dorën e vet për njerëzit e mirë, Allahu subhanahu wa taala. E kur pa me çfarë rrethohej me vështirësitë, aty ka mohimi vetes, aty ka largimi nga e keqja, aty ka largimi nga haramet, aty ka të shtypësh nefsin tat që ta adhurosh Allahun xhaleshanuhu dhe t'i bindesh Zotit ashtu siç duhet, kur ta ka kërkuar Allahu xhaleshanuhu të jetosh me ndershmëri edhe pse të tjerët janë duke bën namin me haram. Ti largohesh nga harami, do me jetu me ndershmëri. Tha Zoti im, tha, nuk do ketë besimtar që të dëgjojë për xhenetin dhe begatit që ti ke kriju, e mos bëj çmos që t'ja arrisi xhenetit, pra nuk ka për të ngel njëri pa u fut xhenet. Po kur pashta se me çaj ishte rrethu xheneti, neve Zoti na ndihmoft o vëllezër dhe motra. E lut Allahun xhaleshun na e forcoj besimin. Kur mos të shkojnë mend që të largohesh nga rruga e Zotit, kur mos të shkojnë mend që ta mbyllësh këtë derë që ta ka hap Allahu xhaleshanuhu, kur mos të shkojnë mend t'i kthesh spinën Allahu xhaleshanu dhe dritën synore. Wallahi, për Zotin e madh. Edhe kur ta shohësh veten që je dobët, duket vetja sikur je gjunafqar ose je mëkatar. Pasha Allahu, mëshira e Allahut është më e madhe se sa çdo mëkat dhe çdo gabim dhe ajo I përfshin të gjitha. Mos e humb shpresën tek Allahu se shejtani mallkum është ai I cili ti bën gjona të vështirë dhe ti bën sikur Zoti është I hidhur me ty. Allahu xhaleshanu e pret robin e vet me kënaqësinë dhe me gëzimin më të madh kur ai kthehet tek Allahu xhaleshanu. Mos e harroni se Zoti është më I madh I bujar.